Fishta ka thënë. Gjergj Fishta ka thënë: Ma kollaj është me mbush një thes me pleshta se sa me i bo bashk dy shqiptar. Por sot para nesh është një riu që arriti ta bëj kët. Jo me një thes pleshta, por ka bërë bashk shqiptarët. Është një moment historik, jo vetëm për Graçanicën, por për gjithë Kosovën. Për herë të parë të gjitha partitë politike shqiptare të një komune janë bashkuar në një aleancë të vetme, një zë, një qëllim, një drejtim. I lindur me 19 qershor 1989 në fshatin Kishnic, i diplomuar dhe më pas me master në gazetari në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtinë. Ky është Leutri Majeti. Me mbi 10 vite përvojë si koordinator për komunitete në komunën e Graçanicës dhe 4 vite të tjera si nënkryetar për komunitete në komunën e Graçanicës. Banori përkushtuar i kësaj komune, bashkëshort dhe prind. Ëndra e tij ishte të bëj futbollist e pastaj gazetar i sportit. Ai është zëri i komunitetit shqiptar në Graçanicë dhe tashmë figura që bashkoi të gjitha partitë politike shqiptare për herë të parë në histori. Tash mbetet me ju pa juve a do të bëheni bashkë me votu një emër shqiptar me ne në studio, Leutri Majeti! Mirë se na erdhe more Leutri Majeti, shumë kënaqësi me të pasë në studio. Mirë se të gjeta Adit, faleminderit shumë për ftesën. Me shumë kënaqësi jam sot këtu në emisionin tuaj, ndër emisionet më të dëgjuara në Kosovë. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë. Faleminderit shumë edhe drejt teje. Ke dashur mu bo futbollist, pastaj gazetar sporti, a mendon që politika është fush ma e vështirë ku luhet? Apo fush ma e lehtë ku luhet? Unë besoj që në futboll jo besoj, po ka rregulla, kurse në politikë s'ka rregulla. Në futboll e kemi një gjyqtar i cili interpret lojën, faulet, ato jep penalti, kurse në politikë nuk ka rregulla të tilla. Nëse Graçanica do të ishte një skuadër futbolli, cilin pozicion do ta merrni t'ju? Unë mendova një herë... Psa i ke pa pyetjet? Jo, e mendova një herë për çështjen që e përmendë thashtë folin veç për futboll. Kështu që ne tërthora se do të flasim. Çfarë pozicioni kishit marrë nëse? Kisha dosh trajner, mirë po jo. Në këtë rast do të preferoja me sfushor, t'i furnizoja ekipen me topa për të shënuar gola. Sepse kjo puna e trajnerit është më shumë si lider dhe duke dhënë urdhna, unë s'kisha dosh në komunë me dhënë urdhna. Çfarë përgjigje? Gazetaria të mëson të pyesësh dhe të kërkosh llogari sigurisht. Si do ta përdorni këtë përvojë tani që duhet t'jepni përgjigje e jo vetëm pyetje? Mendoj që është shumë më lehtë në këtë aspekt të japësh vetëm përgjigje, sidomos në këtë rast të jemi edhe të jem transparent ndaj medjave, sepse kjo e bën më të veçantë punën time, sepse më herët edhe kam punuar pak si gazetar dhe kjo është shumë më lehtë në këtë rast për mua që të ofroj më shumë përgjigje dhe llogari, transparencë e kështu me radhë.
Gjergj Fishta ka thënë që është ma lehtë me mbush thesin me pleshta se me I bashku shqiptarët. Ju ja dolët, babajin e ke pas në LDK, e vetë ke një frym tjetër. Qysh ja dole me I bashku? A ke e vështirë? Nuk mund të them që ka qenë shumë e vështirë, edhe pse kjo tentativë është e kahmotshme. A ke mendu se do t'ishte e pamundur? Në këtë rast, pasi që ka qenë bobi im në LDK, me LDK-n ata kanë besu në idealin tim edhe në punën time, por unë gjitha partit që kanë qenë në komunën e Graçanisës në këtë rast, në të marrë pozicionin në kryetarit, dera im ka qenë e hapur për të gjithë, pa asnjë dallim. Investimet I kanë bërë pa asnjë dallim dhe pastaj në këtë rast edhe partitë politike në Graçanisë kanë kuptuar që unë nuk bëj dallime dhe I kanë bashkuar Aleancës Shqiptare dhe kësaj iniciativës shqiptare që ne sot e gëzojmë dhe do të hyjmë në zgjedhje për të fituar zgjedhjet. Cila është në sytë tu Graçanica e ëndrës tonë, me 3 fjalë? Një Graçanicë e pastër, me transport publik, pa qenë ndacak dhe me vizitor shumë. Qysh doni mi bind banorët e Graçanicës? Me punë, tras programin e kemi shpalos edhe din të gjithë, edhe mjafton me programin këtë rast që do t'jetë një program që do t'a transformoj Graçanicën. Kjo është e rëndësishme. Ju po takoni derë më derë? Po, derë më derë. Shtëpi më shtëpi, derë më derë. Të gjitha komunitetet? Thuj se të gjitha komunitetet. Si e presin lautrimin? Mirë, shumë mirë. Do një fjale që ditëshme? Koment? Ko ndoshta... është e shohë, më kujtohet diçka. Me që se jemi aty, se dim as çfarë mendësie mundin me pas. Po... Fakte dim, po që bëhemi që s'pedim. Ka raste kur komunitetet tjera thonë, aden, ke qëllu I komunitetet tjetër edhe nështë as, aden, pak të lashë, mirë, po mendoj që kësaj here do të votojnë gjitha komunitetet për ne. Menej që kjo komenti maj mirë është që gjithë qytetarët e Graçanisës do të votojnë projektin dhe programin tonë. Si në asnjë vend tjetër. A ke punu si gazetar sporti? Si gazetar sporti jo, më shumë kom punu në redaksi të mëngjesit. Okej, nëse të los për 1 minutë si komentatori sportit që flet për fushatën zgjedhore, qysh e kishe? 1 minutë? A me full për veten? Ti zgjedh. Kandidati për kryetar derë më derë duke kërkuar votën për të shënuar fitore, për të arritur rezultatin, me 12 tetor duhet të takoj çdo qytetar, çdo banor të kësaj lagje dhe me 12 tetor të shënoj golin. E për cilin shumë komentimet, po kjo pak më e vështirë është ma sfiduese për shkak të profesionit që 14 vite krejtësisht tjetër. Ai fundi I lojës minuti 90, krejt që kur shënohet golla, se veç edhe përfundimin ta bëjmë. Ajo është momenti më I vështirë për atë që pëson gole, më I miri për ata që shënojnë. Na po llogarisim që jemi shënues. Unë po llogaris që me 12 tetor në minutën e 95, jo, do me thonë fillimisht, po mendoj kështu. Fillimisht shënojmë, pastaj rishikohet me varë. Kjo do të bëj më madhështore. Që është diskutu se do lagje nuk janë me Graçanisë, do janë lagje të banorëve janë thirr lagje të vikendeve, lagje ku jetojnë njerëz. A janë as janë? Nici Marigona, janë pjesë e Graçanicës? Lagje tashmë gjithat Graçanicës janë votues Graçanicës, pra edhe lagja Nes, lagja Marigona, Uglarjet, gjitha këto janë votues, pra qytetarët janë votues të komunës Graçanisës. Edhe juve pjo bëjmë herën tjetër, se tash s'kemi kohë. Se u besoj që është vendi më ideal edhe më I miri për me jetu në komunë Graçanisës, aktualisht. Po të sfidoj. Okej, duna me marrë leje. Am qënë Gjakov. Duna me marrë leje, për
komuniteti madh i shqiptarëve atëherë për i pje? Po, s'ka që një komunitet i madh. A keni bo sondazhet brendshme? Jo, s'kemi po. Edhe si që thash më herët, derë më derë, pjesë më pjesë, nëpër komunë, njoftim, vizita edhe tu e shpalos platformën. Leutrim, a është më e vështirë me bo një gol a me i bashku shqiptarët? Tash po besoj që në këtë rast ka qenë më e vështirë me i bashku shqiptarët, sepse golat dhe shënohen shumë shpesh, po fatmirësisht një arritëm edhe shot diçka. Edhe aty të dy anët vlen taktika, ti zgjodhe taktikën e duhur. E vërtet. Çka i mungon më shumë ti Graçanicës sot? I mungon një shesh edhe transporti publik. Nëse do të keni një fitore, si do ta festoni? Me flamur? Me këngë apo me futboll? Do të preferoja me futboll, t'i bashkojmë të gjitha komunitetet edhe të festojmë me futboll. Nëse Graçanica do të ishte një person, nuk po m'pëlqen. Pse? Unë e vi me flamur. Ani, më nëshme orë ndeshje futbolli me flamur dhe me muzikë. Bravo, e me njësë me mora fjallë. U thabë. Mirë shumë, e di që kjo është mundësia ma e mirë për qasje ma të letë edhe ma solidare. Nëse Graçanica do të ishte një person, si do të përshkruaje dhe qëfar dhurate do t'i bëje? Do t'ja bëja dhurat një shesh. Pra vetëm sheshi është? Sheshin, transportin publik, nëse do të më shumë dhurata. A të duhet shumë kohë me i bo këto? Dohet ky mandat sigurisht që do të 4 vjeçari do të ishte ideali për me përfundu këtë sheshin edhe punë në transportit publik, se janë domethënë këtë rast kërkesa të vazhdueshme të banorëve dhe janë projekte shumë të mëdha. Mirë, nuk guxoj me fol për programin se jemi jashta fushatës. Nëse do ta kishe një super fuqi, por vetëm një ditë si kryetar, për jashtë ma sheshin ki super fuqi, cilën do ta zgjidhje? Do ta bëja Graçanicën të postër sepse vuan shumë nga ujrat e zeza, po mbetit e me njerëz në Kishnicë, edhe në këtë rast lumi Graçanka. Okej. Por, pyetja, nëse e kishe pas një super fuqi, apo një ditë kryetar, cilën e kishe zgjedh? Të dy opsionet i ke përpara. Një super fuqi ndoshta. Cila është gjëja ma e bukur që pak njerëz e dim për Graçanicën? Është parku arkeologjik Kulpiona, që mendoj që e dim pak njerëz mendoj? Pak njerëz e dim. Ka shumë njerëz që nuk e din që parku arkeologjik Kulpiona, qyteti antik është në Graçanicë. Ndoshta kanë dëgjuar, po nuk e din që është në Graçanicë. Nëse kish me qenë Graçanica këngë, çfarë zhanri kish me qenë? Këngën që m'pëlqen mu? Me zjarë? Muzikë qytetare. Muzikë qytetare. Apo të pëlqen që kjo? Jo, themi te në Zafet e Shala. Po me qenë se ka pas qytetin antik, rol pionës që përmendë më herët, i shkon diçka me... Nëse kështë bo një selfie në Graçanicë, ku e zgjedh vendin? Pra e zgjedh parkun arkeologjik Ulpiona, që është në këtë rast e kaluarja dhe ardhmja jonë, sepse aty pritet me pas turist të ardhmën shumë kur të bën zbulimet e reja. E fundit pyetje për ty. Djali juaj rritet. Edhe ta bën pyetjen babi pse u bone kryetari i Graçanicës. Pse u bone Leutrim? Unë kisha dosh djali jam u bo futbollist, që shkëm dosh tonë, edhe se kisha fut në politikë heq, e unë përgjigjen atje kisha kthy që s'ko mujt mu bo futbollist, e mu dash në politikë. Zgjodha lojën më të vështirë. Ose gazetari i sportit që përmendëm më herët. Domethënë, 2 ëndra i kum pas për politikë, s'kum pas ëndër heq. Leutrim, a jeti unë që shpërshoti pas kemë marr komunën, ta shohim tash me nxipoj pres edhe unë ato zgjedhje specifikisht për Graçanicën me pa qysh. Por jo, na besoj kena me hap konkurs edhe bosh gazetari i sportit. Bohesh bashkëpunëtori edhe i Besmirit edhe i Naimit. Me shumë qef. Kolegi joni. Ajo është një lloj ëndre me qenë gazetari i sportit.
Por na duhesh ma shumë aty ku je nis. E vërtet. Na duhesh ma shumë aty ku je nis. Të shkoftë mbar, u gëzova shumë që takova. Shumë faleminderit edhe për te ditë. Për të gjithë ata që na ndëgjojnë, vetëm iniciativa me shumë kuptim më ka bo sot me thirë Leutri Majetin. Radio Dukagjini nuk paguhet prej politikanëve dhe nuk mbahet prej politikës. I ka bizneset lidere, por që veç ta keni të qartë, e kom thirë vetëm për nismen që ka marrë, që është me të vërtet mu duar trokit, dhe jo e letë. Jo e letë, aty nuk është një garë, aty është kredi diçka tjetër. Të shkoftë mbarë, suksese pa fund Leutri Majetin. Shumë faleminderit e ditë edhe juve dëshiroj punë barë dhe vazhdoni kështu si qeni. Faleminderit. Si emisioni më i dëgjuar në Kosovë këta. Shumë faleminderit, e vlerësoj shumë. Të fala familjes i bën. Faleminderit. Suksese pa fund. Shumë faleminderit.